Rrëzimi i kërkesës së prokurorisë së posaçme antikorrupsion për dhënien e autorizimit për arrestimin e deputetes Belinda Balluku nxiti reagime të ndërkombëtarëve. Komisioni Evropian në përgjigje të interesit të Ora News thekson se lufta kundër korrupsionit është thelbësore në procesin e antarësimit, teksa kërkon krijim të një mjedisi të përshtatshëm për SPAK për kryerjen e punës së tij. Bashkimi Evropian është në dieni të rezultatit të votimit të sotëm në Kuvendin e Shqipërisë. Angazhimi ndaj shtetit të së drejtës dhe lufta kundër korrupsionit janë të një rëndësie thelbësore për procesin e antarësimit në BE. Sigurimi i një mjedisi të përshtatshëm që SPAK të kryejë në mënyrë efektive punën e tij është thelbësor për të mbështetur në mënyrë të besueshme përparimin e Shqipërisë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Ambasada britanike tha se imuniteti nuk duhet të shndërrohet në pengesë për llogaridhëniet e barabartë para ligjit. Ekzekutivi, gjyqësori dhe legislativi mbeten partnerë të barabartë në mbështetjen e këtij progresi si pjesë e qëllimit të Shqipërisë për arritjen e antarësimit në Bashkimin Evropian. Ndërsa imuniteti parlamentar duhet të mbrojë proceset demokratike, ai nuk duhet jetë pengesë për llogaridhënie të barabartë para ligjit. Edhe ambasada e Gjermanisë, teksa thekson mbështetjen në rrugën e integrimit, shton se kusht mbetet ndjekja penale me efektivitet e korrupsionit në nivele të larta, sa më shpejt e pa pengesa. Kushti domosdoshëm për të bërë progres në këtë proces të bazuar në merita është ndjekja penale me efektivitet e korrupsionit edhe në raste të rangut të lartë. Pritshmëria jonë e qartë është që edhe në këtë rast ndjekja penale përmes drejtësisë të mund të realizohet shpejt dhe pa pengesa. Prej politikës shqiptare vazhdon të kërkohet ende që ta garantojë këtë proces. Në vazhdim të reagimeve është edhe ambasada holandeze, e cila thekson se politika shqiptare mbetet përgjegjëse për të garantuar këtë proces. Kryeministri Edi Rama reagoi pas qëndrimeve të ambasadës britanike e gjermane në një reagim në X. Përshëndes deklaratat e ambasadave të Mbretërisë së Bashkuar dhe Gjermanisë, me parimet e shprehura në të cilat jemi të gjithë shumë dakord 100%. Kryeministri thekson se ish numri 2 i qeverisë nuk akuzohet për korrupsion. Belinda Balluku nuk akuzohet për korrupsion dhe hetimi i çështjes duhet të vazhdojë i patrazuar as nga pengimi, as nga yështja e SPAK-ut për te faktorëve jashtëkufive të pushtetit të pavarur gjyqësor. Shumica e qeverisë se bëri sot pas një diskutim atë që do të bënte çdo parlament demokratik i Evropës, ku kalimi i kërkesave të prokurorisë për arrestin pa gjyq të një deputeti si kjo kërkesa e sotme. Po për të filluar apo jo hetimet, nuk është askund si kalimi pas një lloj kontrolli i kufive në zonën Schengen. Ai është një proces serioz i bazuar në norma kushtetuese e ligjore, të cilat nuk janë as karta bianca, as dyert të mbyllura për prokurorinë. Kreu i qeverisë thekson se të gjitha këto parime janë të zbatuara dhe dinjiteti i deputetëve nuk është material për eksperimente. Sot ne i kemi respektuar plotësisht ato norma dhe kush pretendon të kundërtën ka të drejtën e vet të padiskutueshme, po s'ka argumente të mjaftueshëm për të fituar debatin mbi ekzistencën ose jo të kufirit mes pushteteve të pavarura kushtetues, të cilin Parlamenti i Shqipërisë e mbylli sot duke treguar se dinjiteti i parlamentarëve nuk është material për eksperimente sociopolitike, të cilat e bëjnë kurrën më të rrezikshme se sa sëmundja që duhet të luftojë. Në seancën e kësaj të entje, me 82 vota, socialistët rrëzuan kërkesën e SPAK për arrestimin e Ballukut.